Sa po ndigjuhet tërkuzën koprolalike të Edi Ramës për Lubi Ballukun, në fakt elegjin e ti për veten e ti dhe për Lubin. Sot Edi Rama hoqi çdo lloj maske dhe doli publikisht në mbrojtje totale, duke vënë në peng kushtetutën e vendit, ligjet e vendit, ndarjet e pushtetit dhe procesin e integrimit evropian. Edi Rama ju tha shqiptarëve sot se Belinda Balluku është e paprekshme, se Skapi është një zero me bisht, se drejtësia nuk ekziston, dhe se ai nuk ka ndërmend të përfill asgjë nga kushtetuta dhe ligjet e vendit. Ai mbori në mbrojtje totale veten e tij, sepse de facto Lubia nuk ka qenë asgjë tjetër, veç se noterja apo regjistruesja e të gjitha vjedhjeve 25 vjeçare të këtij kryehajduti. Edi Rama sot sfidoi çdo shqiptar, sfidoi qytetarët shqiptar, të dashur qytetarë dhe qytetare. Nuk është një sulm kryesisht ndaj SPAK-ut, ndaj drejtësisë kjo që po bën.